Përshëndetje të nderuar miq, në fillim të kësaj jave do të flasim për disa zhvillime mjaft të rëndësishme që mund të shënojnë edhe ngjarje të rëndësishme dhe historike edhe për ne, ndoshta me një ndikim që pritet për tu parë, duke filluar nga ajo që pritet të ndodhë nesër dhe që është parashikuar, pra është lajmëruar nga qeveria. Për gjitha këto do të flasim me avokatin Zashi Islami, mikun e emisionit ton. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Avokat, nesër qeveria ka njoftuar që do ta shpallë shtetin e Iranit sponsorizues të terrorizmit. Tani, çfarë peshe të ndikimit, çfarë do të sjellë kjo së pari? Është një hap më tej për agravimin e raportit me dy shtetet që janë mbyllur ambasadat, sipas qeverisë ata na sulmuan në mënyrë kibernetike, etj. Ndërkohë që ne kemi një pjesë të opozitës atyre mekun në Tiranë. Por pse kjo tani? E para dhe e dyta, ka ndonjë shtet tjetër që e ka bërë këtë, apo jemi vetëm ne? Pse fillimisht gjitha gjërat parë, ose ndër të parë? Së pari, ky është një veprim që vërteton katërcipërisht që ne qeverisemi nga një qeveri kuishlinge që nuk u shërben interesave shqiptare, por u shërben interesave qifute dhe të lobit qifut në botë. Agresori është qifuti, është Izraeli. Dhe terroristi mbar botëror është Izraeli. Dhe këta kuishlingët tanë, këta tradhtarët që su mungon që tjetë vetëm të ngjitur nga një pull mbas kurrizit, të varen nga një karton atje e të quhen tradhtar nga do që shkojnë e të vinë, këta u bindin interesave dhe zbatojnë interesat e atyre. Se në fundit kush e pyet Shqipërinë? Po ky legjeni jonë që na qeveris kërkon që të bëhet i rëndësishëm tani, edhe kërkon, janë mbyllur të tëra dyert, e kanë përjashtuar që të gjithë. Pa erdhi nga Amerika, avokat, nga bordi i paqes, sa erdhi nga ati? Cili bordi i paqes? Më e diskuton akoma bordin e paqes, i kujt paqe është? Tani bordi i paqes, është bordi i paqes. E quajmë bordi. Të lutem, është bordi i paqes duke qenë pjesëmarrës në të kryekriminali Benjamin Netanyahu, kryeministri i Izraelit. A mund të jetë i paqes ai bord? Se ju thoni tani, ju mbështesni dhe ju ose shumë publikoni një idiotizëm të një idiote që qeveris Shqipërisë. Po, dëgjoj, avokat, ai është vendim që do ta miratoj qeveria, parlamenti, që do shpallet shtet sponsorizuar. Po kush i pyet këta, kush i llogarit këta për të gjallë? Kush i llogarit këta për të gjallë? Ore këta janë trima vetëm këtu se kanë një grup të strukturuar kriminal që quhet parlament, kanë një grup tjetër të strukturuar kriminal në policinë e shtetit, edhe shtypin e shkelin shqiptarët, po këta nuk janë qeveri, zotri. Këta nuk përfaqësojnë interesat e shqiptarëve. Interesat e shqiptarëve janë gjithë, nuk janë me këta. Nuk janë me qefut, nuk janë me hebrej. Po, do na sjellë ndikim kjo, avokat? Se deri tani kemi parë vetëm rritjen e çmimit naftës, edhe atë qeveria ka thënë që do ta kontrollojë, ndryshe nga vendet e tjera që kanë vendosur dhe tavane, pra vendet në rajon, por kemi ne pasojë tjetër nga ky vendim apo është thjesht simbolik? Vendet në rajon janë shtetet konsoliduara dhe janë shtete me qeveri nacionale që kanë të tyre, qeveri që shërbejnë interesave të vendit tyre. Ndërsa ne nuk kemi qeveri shqiptare. Ne nuk kemi qeveri të qeverisur nga shqiptarë. Ne kemi një qeveri, një grup të strukturuar kriminal që quhet qeveri, që u shërben interesave të huajve. Se në fundit çfarë na ka bërë në Irani? Dhe për sa i përket atij dëmit, asaj ndërhyrjes kibernetike që the pak më përpara, se unë dëgjova, zotri, ajo aty s'ka hyrë Irani, aty ka hyrë vetë ky shërbimi i brendshëm i këtij, shërbimi sekret i këtij. Sepse në fillim ne pranuam 150-180 mujahedin, dhe ky e çoi numrin e tyre në 3500, sa e ka çuar, i ka bërë qytet më vete ata. I ka bërë njësi administrative më vete. I ka bërë që janë një stik mas shpine në çdo kohë për kombin dhe për shtetin shqiptar. Zotri, nuk i aprotësi kësaj që juve. Për të luar edhe diçka, avokat, ata përzun edhe Renea nga atje, të kujtohen ato pamje që nxorën jashtë. Po
po nuk ja rëndësi fare kësaj, bile e konsideroj një letër higjienike këtë dokument që do plotësojnë ata nesër, sepse neve nuk na llogarit njeri për të gjallë. Dhe ai dokument që do bëj ky nuk ka asnjë vlerë. Ky po vjen vërdall, po dridhet si në përka në shkop si të kërkoj të marrë mbështetjen e Amerikës. Zotëri, vetë amerikanët nuk e duan Izraelin. 80% e popullit amerikanës kundër luftës që filloi ky pedofili që është presidenti i Amerikës sot, se i kanë dalë fotografitë dhe videot që ka qenë në Epstein, që është pjesë e asaj strukture. Pra, nuk kemi ne si popull shqiptar, unë flas që të dëgjojnë iranianët që janë aty, edhe pse janë të opozitës iraniane. Flas që dëgjojnë ata, zotëri, mos e merrni konsiderat këto veprime që bën ky tradhtar, ky Quisling, ky njeri shqitur tek interesat e hebrejve. Avokat, tek ai sulmi kibernetik që thatë që dyshon se e ka bërë ky shërbim i brendshëm këtu, ne kishim këtu dhe FBI-n, kujtohen që erdhën ato ekspertët vitin e kaluar kur ndodhi sulmi për të ngritur strukturën, për ta ndihmuar, pra për gjithë këtë. Domethënë nuk është se Rama u hodhi edhe atyre. Dëgjoj këtu. Zotëri, sulmet kibernetike që ta dishti me shumë vështirësi mund të zbulojnë vetëm shtete që kanë sistem shumë të zhvilluar të elektronikës dhe të inteligjencës artificiale. Nuk ka kënd që Shqipëria që të zbulojë krime të tilla kibernetike. Se po të qashtu do kishte zbuluar dhe atë, do kishte zbuluar të gjitha telefonatat dhe urdhrat që janë dhënë për vrasjen e 21 janarit të 2011-s. Jo zotëri, jo. S'ka asgjë ndor ky. Ky gënjen vete. Avokat, ky gënjen vete. Mendoni që përpara se të shpallej ky vendim për Iranin, ndoshta se vendimi është marrë nisur edhe nga rreziku potencial, a duhet të ishte mbledhur ndonjëherë Këshilli i Sigurisë Kombëtare apo? Po çfarë rreziku ka ky, se kuptoj nga kush ka rrezik ky? Ky rreziku ne ka nga Amerika që i thot qërohu shko, i thot spaku shko, arrestoje. S'ka rrezik tjetër ky, Shqipëria nuk ka rrezik na njeri. Ne jemi një shtet që na mbron Amerika. Do apo s'do ky, që aktualisht ky është armik i betuar i Amerikës, sepse i kanë vënë sinorin të thanë dhe i thonë dhe presin ka dhënë urdhër që ky të arrestohet si tradhtar dhe si agent i shërbimeve anti-amerikane. Ky kërkon tani me çdo kusht që të bëhet mik me Amerikën. Arriti deri aty sa priti atë konkubinën që është aktualisht është ambasadore e Amerikës në Athinë, që na vjen me minifund ajo. Po mirë, secili ka drejt të vishet është i lirë. Po sipas mediave greke, më duket se ka mërzitur ajo. Dgjoj, mos më thuaj këto. Mos më thuaj këto se dëgjojnë qytetarë shqiptarë. Kush ka të drejtë? Ajo vjen si ambasadore apo vjen si prostituta aty? Jo, avokat, lutem. Ajo mund të ketë ardhur në kartë vizitë private, ajo s'ka ndoshta. Edhe një herë, u prit si ambasadore apo si prostitutë, si u prit? Avokat, të lutem. Ajo të lutem, ajo mund të ketë ardhur në vizitë private. Pra, s'ka protokoll. Po ndoshta s'ka, ka ardhur në vizitë private, pra. Jo ndoshta. Çfarë mendon? Po ti je gazetar, mos më thuaj mua ndoshta. Ambasadori i zotëri lëviz me grup shoqërus. Nuk ka ambasador të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ose ambasadore që të vi me minifund dhe të takohet në orën 12 të natës. Ç'është vizitë 12 të natës dhe për çfarë arsye? Sipas mediave greke. Të lutem, mos u bën avokati i asaj. Po jo avokat. Nuk është se po bëhem avokati i asaj, po çfarë? Sipas mediave greke, nga stafi i asaj, thoshin mediat greke, se kanë parë disa lajme nga këta që kanë publikuar edhe këta tanët, që ajo ishte ndjerë sikur ishte zënë në kurth fakti që publikuan videon në momentit ku shkoi, pra se kishte cilësuar një vizitë private, pra mos bëshe kaq e madhe. Jo, atëherë po ta them, mediat greke mundohen që të lajnë mën me sh, thot populli shqiptar. Ti lën ato. Po që ashtu e kishin denoncuar që në mëngjes të asaj dite. Jo më zotëri, ajo i shërbeu interesave të Greqisë dhe erdhi për interesat të Mitsotakit dhe të shtetit grek që duan të marrin pjesën e detit që ka naftë në thellësi. Pra, mendoni që ka ardhur për kufirin detar. Pikërisht për atë. Dhe prandaj erdhi e pashoqëruar, prandaj erdhi pa protokoll, prandaj se priti njëri nga ambasada amerikane në Tiranë.
Ore zotria erdhi me minifundor zotria, ai e përqafoi, ai e puthi. Ç'është kjo dashuri, e ky dil dashurie midis një ambasadore të Amerikës, që nuk përfaqëson praktikisht nuk që ka ambasadore e Amerikës është në letra, po në realitet ajo diskreditoi Amerikën me atë veprim që bëri, ajo ofendoi Amerikën, po ofenduesi më i madh është ky palloshi ynë, ky şarlatani, ky çartësuar se ky sketch nuk di fjalë që të them për to. Avokat, të qëndrojmë tek thelbi. Tani puna është sipas me një logjik thjesht kanë qenë ca ditë vështira për kryeministrin, sepse kemi pas ato që kalojnë në parlament për Ballukun, reagime të shumta nga Bashkimi Evropian, nga opozita cilësohen si ditë ferri me disa shuplaka, por duke sigur e tekaloi edhe këtë, se dje tha që u mbyll ajo punë tha. Kështu që zotëri, ky është një gjarë i plagosur që pret që të vijë ore fundit. Asnjë gjë tjetër. Është një gjarë i plagosur, rënd, për vdekje dhe pret që të vijë ore fundit. Ky do arrestohet zotëri. Ky nuk përfaqëson më interesat e popullit dhe të shtetit shqiptar. Ky përfaqëson interesat e anti-shqiptarëve kudo që janë në botë. Dhe do kthehem prapë te ajo zonja që erdhi në mes senatës aty, se s'ka bërë vaki, nuk ka bërë vaki, nuk ndodh zotëri, që të vijë një ambasadore amerikane në mes senatës të takojë kryeministrin shqiptar, se nuk na u tha për të erdhi. Mos ka për Porto Romano në avokat apo jo? Tani po bësh avokati i saj, do më lësh flas. Okej. Përse erdhi në orën 12 të natës, çfarë na tha? Ajo zonjë, ajo nuk erdhi si ambasadore e Amerikës aty. Ajo erdhi si një latinoamerikane, ish grua e njëri nga djemt e presidentit, dhe erdhi aty që të marrë valizën me floria, me dollarë, nuk e di me çaj mori, sa miliona ka marrë nga Edi Rama, për të ndërhyrë dhe për të rregulluar marrëdhëniet me presidentin amerikan. Ajo zotëri erdhi tamam siç ishte veshur, dhe për atë qëllim që ishte veshur. Veshja e saj sot të tëra. Ka protokoll zotëri me ambasadorë dhe me diplomatët. E keni para të zonjën e nderuar që është në ambasadën amerikane në Tiranë? Ke qef ta shohësh. Njeri, zonjë, grua me të tëra cilësitë, diplomate në çdo vend që del me domethënie, nuk del me minifund ajo. Siç na erdhi ajo konkubina. Nga Por edhe nëse do marrim këtë aspekt që ju thoni, duke sigur me atë që thoni ju, Rama po lobon, pra po vazhdon të loboj për të qenë. Atjetër të kujtoni, po pse ju kujton se ai ka hequr dorë nga përpjekjet për ta pranuar Amerika, jo më zotëri. Ai di mirë që Amerika e ka dënuar këtu. E di fare mirë. Ai e di mirë që Spaku ja ka bërë gati dosjen. Ai me mbrojtjen që i bëri Hajdutes, sipas ti, me forcën e kartonave, ai ka mbaruar si kryeministër, ai ka mbaruar si politikan, ai ka mbaruar si shqiptar. Ai thjesht tani pret momentin e fundit kur do vjen t'i vënë hekurat. Por nuk prisni diçka më shumë edhe nga protestat vazhdim që janë lajmëruar për çështjen e Ballukut dhe të tjerat që ndikojnë. Te Rama sa dje u mbylla Vërtet i merr seriozisht këto protestat, akoma i merr seriozisht, të lutem. Ti je gazetari relativisht i vjetër, tani ke 15 vjet sa ke në gazetari, që i merr serioze protestat që bëjnë këta. Ato që janë asgjë më, kush llogarit i gjallë. Ja dhe ndalën të bëjnë, ha. Presioni më i madh ka qenë ai i Gjermanisë deri tani, domethënë që mban vendin e parë, mendoni. Në mund gjithë Bashkimi Evropian, shtetet serioze i kanë vënë kufirin të thana, zotëri, ky është i mbaruar. Është i mbaruar, mo nuk e njeh më njeri tani. Evropa nuk e njeh praktikisht. Nuk e njeh. Amerika po s'bëhet fjalë fare. Ato protestat atje i bën shoku i tij ngushtë. Në fakt, kryeministri real i Shqipërisë, Sali Berisha, ai bën ato për të ndënjur pushtet. Jo më ato janë flak kaste, dhe të shkojnë pova mbajtje, të kundërvijnë Amerikës dhe Evropës për të rrëzuar qeverinë e të marrën, të vënë Salihun në pushtet.
O tempora o mores, akoma salim do vejnë pushtet dhe të ngrënde atë katra gjyshin e Skënderbeut ta bien aty se mbasi e vën atë në pushtet, po sali unë jo. Avokat, një analist nga Prishtina shkruante në një postim në rrjetet sociale, nisur nga editoriali i përbashkët i kryeministit Rama me presidentin Vučić. Edhe ai thoshte më përpara ishte plani që Shqipëria duhet të aneksonte Kosovën, për arsye se mos e aneksonte Serbia, kurse tani thoshte kanë ardhur punën që Kosova duhet të aneksoj Shqipërinë përpara se Serbia të aneksoj Shqipërinë. Nuk e ka edhe aq gabim, jo. Nuk e ka edhe aq gabim. Të paktën Kosovën e qeverisin shqiptarët, shqiptarët e Kosovës. Ndërsa këtu na qeverisin Quisling, agent, njerëz të huaj. Kemi një kryeministër që nuk është shqiptar në gjak. S'ka asgjë shqiptare. Vetëm nënën ka shqiptare. Gjë tjetër jo. Po atë editorialin si e keni parë ju, avokat, se si ju kam pyetur? Unë nuk më ka rënë dora i editoriali, nuk e kam parë, të them drejtën, dhe nuk gjykoj për një gjë që e kam parë, por shikoj që Bashkimit Evropian që ta pranojnë edhe pa veto. Shiko, ky ka dalë dhe ka zënë rrugën e zhvillimit dhe të mirëqenies së Shqipërisë. Ky charlatan është agenti i Beogradit, i Çifut, i hebrejve, i kujdo anti-shqiptari mjafton që të rinë pushtet. E bët poliagent tani avokat. Urdhëni? E bët poliagent. Po praktikisht është. Yes men u thot grekëve, yes men serbëve, yes men Çifutëve. Del tani dhe do që të na bëj dhe një paçaure, një letër për ta përdorur si letër higjienike në nesër, do të djer atë që të thotë që shikoj se unë jam me vlera, jam me potencë, vendimi im zë vënduot të raftë të damlaja mund shesh të kokës uaj se po përdor si atë fjalorin vulgar, popullor tani. Po kush të njeh ty more ka të ranë me boj. Se jemi edhe në ditë Ramazani apo? Po se ma kujtove që ky shtroi dhe iftar. Dëgjoj, është turpi botës për Komiteti Musliman Shqiptar që pranon të shtrojë iftar një njeri që është antifetar, që është ateist. Ai është kryeministri i Shqipërisë, nuk është e vajtë si individ i thjeshtë. Po ai nuk është kryetari i Komitetit Musliman. Kryeministri. Dhe në atë iftarin s'ka që të ftojë Çifut ai, se Çifutët janë anti-shqiptar. Janë antifetar. Ne kemi harmoninë në Shqipëri. Do të thënë për këtë jemi. Po jo me Çifutët zotëri, jo me Çifutët që janë armiq të betruar tam. Ta kemi mbrojt nga lufta. Apo jo? Po ne i mbrojtëm ata, po ata e gjeti me neve si gjarprin kur e shkriu fshatari që e ngrohu në zjarr dhe u kthei pickoi. Gjarprin që kishte ngrirë në borë, e di e ke lexuar atë të Çajupit. Jo, avokat më tek Serbia. Po, mbaroj avokat se ndërpreva. Se doja të pyesja për Serbinë. Prandaj Çifuti nuk bëhet kurrë mik. Dhe mos e mendoni kurrë atë. Shqiptari atë ka fatkeqësinë e tij, e ka në gen fatkeqësinë që i quan miq. Dhe kjo ka vazhduar historikisht dhe do vazhdojë akoma me këto mendje që kemi neve. Por ne nuk shikojmë që po na vitet e tërë pasuria, po na vitet e tërë djesa, po shfrytëzohemi kafshërisht, po shfrytëzohemi, po na pihet gjaku, na ka vënë atë vigonin në vena Edi Rama dhe po na pi gjakun ditë për ditë dhe ne nuk ndihemi, kemi miq, kemi shokë, kemi miq, kemi na mbron ai, na mbron ky. Ora zotëri, ne praktikisht për interesat saj natyrisht po dhe tonat, na mbron vetëm Amerika tani, askush tjetër. Avokat, pak ditë pas këtij editoriali që ju thash pak më lart, që u publikua një gazetë gjerman, unë njoftuaj që Vučić e tha vetaj, kishte marrë raketa kineze. Tani për kë i mori raketat ai? Natyrisht i ka marrë për atë, për Kosovën dhe për Shqipërinë, për kë i mori. Dhe ky e ka amik. Ky vetë puset me të. Hore, thash ky është. Po ka shanse që mund të përdor ai ato raketat avokat, apo janë thjesht për konsum brendshëm politik atje, se ka vallë problemet e veta në Serbi. Protesta ato raketat ai do t'i marrë, do t'i fut atje ku thuhet, po
se ka Amerikë në këtë botë, është ushtria amerikane që qeverisë dhe kontrollon hapësirën e Shqipërisë. Kot lodhet me ato ai. Po që u bën qefin atyre që ka opozit, brënda u thotë e shkon, po fuqizoj vendin, edhe duhet të rinë pushtet. Ai është një diktatorus më keq se ky yni. Dhe ai, po që ai ka mbështetjen ruse, të dy në fakt kanë mbështetjen ruse. Pra, praktikisht ai kërkon të lozë një rol që jam dikush i do që thot dhe ai në Ballkan, po dhe atë se llogarit njeri, sepse janë bërë bashkë forcat patriotike dhe qytetare në Ballkan, ndash në Serbi, ndash në Shqipëri. Kosova po kalon një çik momente më të vështira dhe krizat njëra pas tjetrës. E fundit ajo për presidentin tani. S'kam qa të them atyre sinqerisht nuk kam qa të them. Në këtë kohë që kësa i thonë fshati digjet e kurva krihet. Kush i bën ato këto prapaskenat atje avokat? Se tani Po ka dhe atje, po ka se ajo ka qenë deri para 25 vjetësh ka qenë në shfrytëzimin sërb, në qeverisin sërbe. Kuptoj që Serbia ka rënjët e saj aty, tentakulat e saj, spionët e saj. Patjetër që aty ka dorë Serbia në gjithat katrahur që po bëhet në Kosovë. Megjithatë ka Amerikë, se Kosovë në çliroi Amerika, nuk e çliroi Edi Rama. Dhe qeveria politika kosovare, e gjithë politika kosovare, duhet të respektoj dhe të vlerësoj ndihmën amerikane dhe interesat shqiptaro-amerikane në rajon. I thaj i malli që po ndodhi gjë, një telefonat edhe U pre shkurta e punë, kështu që i bien kot të neqes tërë. raketat shkuan kot atyre. Avokat, me që jemi këtu tek Serbia edhe tek sepse opozita, Partia Demokratike këtu, për që në korrekt edhe me ju me premtimin që ju kam dhënë, thotë që ne po konsumojmë mallat serbe. Tani përveç kësaj, editorialin e bëm bashkë. Puna është këtu që po lexoja një ditë një status në rrjetet sociale të një publicisti që thoshte ne kemi marrë fjalë, përdorim fjalë për dalë tek gjuha, tek debati që ne kemi lënë për diskutuar së bashku, fjalë që kanë ndikim serb. Përdorim në jetën e përditshme në Shqipëri. Pra i kemi futur në jetën e përditshme, kemi bërë gjuhën sallat. Përveç fjalëve jo italisht, anglisht, tash edhe serbisht. Tani avokat. Zotëri. Edhe kjo nuk besoj se është pa qëllim apo jo. Në radhë parë njerë duhet të them që ajo është quajtur Parti Demokratike, që s'është Parti Demokratike, është një filial i Partisë Punës. Po bën politikën e Fazliçit që e mori dhe e futi Damir Fazliçin, ai që sot kërkon dhe organizon ato tash quajtura protesta që janë protesta po janë xhiro në bulevard, e futi në zyrë në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Futi Damir Fazliçin Sali Berisha. Kjo ishte përmendur edhe tek shpallja non grata nga Britania e Madhe. Domethënë lidhja. Faleminderit shumë. Pra, Sali Berisha bashkë me këtë nuk janë shqiptar, nuk i shërbejnë interesave kombëtare shqiptare. I shërbejnë interesave sërbe, sepse janë këtë dy komunistë të krijuar nga sërbët në Shqipëri. Ato tentakulat dhe fijet e Merimangës ose këmbët e Oktapodhit në Shqipëri janë nga Serbia, kanë rënjën atje. Kështu që të dy palët i shërbejnë Serbisë. Nuk na bën përshtypje kjo. I kemi thënë, unë në mos gaboj ju dhash dje ju dërgova një video të cilën e dëgjuat vetë. Po do dili edhe aty, po ju dolët vetë, kështu që po patjetër, është marrë një sulm i egër kundër gjuhës shqiptare, pa zhurmë, nën rrogos, pa bujë, pa vërtitura, pa pshara, thjesht të shkatëron gjuhën. Duan të shkatërojnë me çdo kusht atë që kemi ruajtur për mira vjet, atë duan të shkatërojnë. Pra po na godisi tamam në zemër. Dhe ne rrim, bëjmë se shikon në Akademia e Shkencave të Shqipërisë, nuk ndihet. Ama shikon se çfarë po bëhet. I ndjek ato emisione, i ndjek ata folës si dalin atje që nuk e dim nga djalli sëm si çellin dhe tallen me gjuhën shqipe. Nuk e di nga shtësëmave sjellin.
Si mund të tallen ashtu me gjuhë shqipe? Kush janë këta, more? Kush janë këto filia, si quhen, këto kanale private që transmetojnë video të tilla me folës të tillë që nuk janë shqiptar, humbën shqiptarët. Është jashtëzakonisht i rënd problemi, nuk si vogël, nuk si thjesht. Problemi zotërisht shumë i rënd. Problemi është që po na zhdukin, po na sulmojnë nga të katër anët. Nga lart kemi sulmin e këtij kriminalit që quhet kryeministër aktualisht, edhe gjithë shpurës komuniste. Nga poshtë kemi këta të ashtu quajtur rrjetet sociale që futin video që nuk edhe folje komente që nuk janë të shqiptarëve fare, që nuk janë shqip polës. Shikoni në rrjetet sociale greke, keni ndonjë grek që të deformoj gjuhën greke? Asnjë. Ndërsa këtu vijnë sa qelbësirë, sa qenash dhe transmetojnë video me folsa që nuk janë shqiptarë, që nuk flitet shqip. Pse, duke qenë se rrjetet sociale i ndjek rinia shqiptare, 95%. u nguliten në mendje ajo mënyrë të folur shqip. Dhe me çdo kusht kërkojnë të shkatërrojnë gjuhën shqipe. Për të mos folur pasaj se çfarë bëhet në gramatikën e gjuhës shqipe, që nga 9 mënyra folje që kemi pasur, kanë vetëm 5. I kanë hequr 4 tjera. Zotërisht është shpallur një luftë totale kundër gjuhës shqipe. Pra, atë që edhe në luftë në betejë i rezistoi, tani në paqe pa çarmator. U japi vetë. Pra vrasim veten. Avokat, vrasim vetë. A mund bën një krahasim me vitet 90 të elitës intelektuale atëherë dhe elitës tani? Ku është elita intelektuale tani? Para asnjë tani ke rrugacën të rrugëve, ke marrë ke futur parlament. Pse nuk flasin ata? Pse nuk flasin elitat? Se s'pas kanë qenë elit. Ka që thjesht. I kemi quajtur elit, por nuk janë elit. Zotëri elit kombëtare janë vetëm ata që flasin në interes të kombit shqiptar, të shtetit shqiptar, të popullit shqiptar. Ata janë elit kombëtare. Tani populli shqiptar i ka thënë të ballë dhe të cilësoj dhe të shikoj kush janë elit edhe kush janë halet. Më fal për shprehjen. Avokat, ku ka qenë herë fundit që keni dëgjuar që janë mbledhur intelektual nga të gjitha trevat shqiptare për diskutuar edhe problemin e gjuhës tani, por edhe të tjera? S'di ndonjë mbledhje. Nuk di. S'ka. Nuk mblidhen. Atë do ta bëj Akademia e Shkencave. Në Akademinë e Shkencave janë futur të spion të tërë agentët e Serbisë, të Greqisë, edhe vazhdojnë. Edhe shqiptarët flën. Ore u bëhet thirrje për të shqiptarëve çohuni, po shqiptarët janë të vdekur të pakallur. Më çohet një ditë një video. U bëj thirrje të çohen dhe të mbrojnë interesi kombëtar. More të bëjnë një protestë mbrojtje të gjuhës. A ka shqiptarë që duhet të ngrihen të protestojnë sepse po deformohet gjuha? Dhe ato konkubina, ata të amas që marrin paguën sa formupulën, ai avokati i popullit. Çfarë bëjnë ata? Pse nuk e mbrojnë gjuhën? Pse nuk e shikojnë që po sulmohet gjuha? Pse i lënë këto rrjete sociale dhe japin komente të tilla nga njerëz që s'janë shqiptarë dhe që tallen me shqiptarë me gjuhën shqipe? Këtë thirrje u bëjun atyre. Ku janë? Çoni zonja. Dilini zot gjuse, pra të ju paguaj, sa për mu pullët. Apo ju paguajmë që ka partiseni atë të shikoni, të mësoni se cilat janë parfumet më të mira edhe të kujtë më të bukur. Më çohet një video interesante një ditë avokate për Edi Luarasin. Shikoj. Për publikun, për firmën që për ta thënë gjuhën popullore e mori në qafë. Diktaturë. Kush e mori? Po ajo është video që të dërgova për Edi Luarasin. Artiste e madhe, aktore e madhe, aktore që shkëlqeu sa kohë që doli në ekran. Mirë, po kishte një nexhmie në Shqipëri, kishte një nepërk me 20 koka. Që nuk e duronte dot shkëlqimin e një femre tjetër në Shqipëri dhe veçanërisht të artit. Ata zotëri burrë grua të dy, qoftë zonja Luarasi, qoftë i shoqi,
i dhanë të kuptojnë popullit shqiptar që ka dhe më mirë, ka dhe kulturë, ka dhe jetë. Jo, ne duhet të rinim si s'po na mbajnë akoma dhe sot e kësaj dite pasardhësit e xhmies, duke na mbajtur në errësirë, duke na ushqyer me lumin dhe me pislëqet e komunizmit. Këtu jemi. Prandaj unë e vlerësova shumë atë video që kishin hedhur për Edi Luarasin. Dhe jam, do me thënë, ajo video më ka mrekulluar, sepse tha një të vërtet, goditi një krim që është bërë, po mësova dhe një tjetër, që është bërë me këngëtarë dhe me artistë shqiptarë. Gaço Çaku ka vdekur i varfër, duke pasur miliona, se ja vodhen persona që kishte të bënte me te, keni në YouTube me në shikojni, kush i vodhi parate e Gaço Çakos. Ore këtu komunistët janë të ndyrë, janë lumi të shoqërisë, janë fekalet e gjithë botës komunistët. Avokat, le ta mbyllë me dy pyetje të aktualitetit. Së pari, nuk e di sa vite u bën, çdo vit që përkujtohet edhe ende nuk ka drejtësi për viktimat e Gërdecit. Dje ishte 15 marsi për vjetorin Rallës. Një gjyqë shtyhet pa fund që është i hapur nga Spaku që Martinez, vazhdon gjykimin themel, me seanca çdo muaj shtyhet një herë mungon një avokat, një herë SPA, një herë palës tjetër. Familjarët vazhdojnë kërkojnë drejtësi për atë çështje. Ndoshta është një gur provë edhe për SPAK-un. Bashkë me Janarin edhe çështje tjera, po me që jemi te kjo. Ne kemi shumë plagë të trashëguara, zotëri, ajo është me freskëta. Por ne kemi me mira qytetarë shqiptarë që janë pushkatuar, internuar, dëbuar gjatë diktaturës dhe nuk janë dënuar akoma krimet e komunizmit dhe kriminalët. Ata që i bën ato. Dhe të vim të Gërdeci. Gërdeci, zotëri, e blokojnë këta të dy që janë pushtet të dy Salihu me Edi Ramën. Këta e blokojnë. Po, Rama, që dhe ka aty që ta blokojnë? Të lutem. Dhe drejtësia nuk është drejtësi në Shqipëri. Këta janë manovra që bëjnë këta me çdo kusht të ruajnë njerëzit e tyre. Dhe duan të shpëtojnë spionët e tyre. Një ndër të cilit është Fatmir Mediu. Ose të shpëtoj kriminali vërtet, fajtori vërtet që ishte ai Deli Jorgji. Ai e kishte ngritur atë punishtë, zotëri. Ai e komandonte. Plus pasaj ishte shef i shtabit përgjithshëm të asaj periudhe, çfarë bëri? Që s'kontrolloi, si zbërtheshin ato municione aty. Aty është një krim shtetëror që kanë bërë vetë këta dhe prandaj nuk gjykohet e nuk dënohet. Ti pse shkon më tutje? Ty drejtësia nuk po të trajton probleme që janë akute, edhe nuk po... Absolutisht, s'ka drejtësi, ka vetëm repart ushtarak në mbrojtjet pushtetit, pik. Edhe diçka të fundit kam, avokat, për policinë e shtetit, si po ecin procesi, keni parë dorëzimin e kandidaturave, janë disa nga jashtë duket sikur po funksionon gjithçka mirë, do të kalojnë nga një komision, ministri pastaj brendshëm do i dorëzojë disa emra kryeministrit, ai do zgjedh njërin prej tyre. Pra, gjithë procesin si e shikoni? Një fars. Asnjë tjetër. Po duket si proces demokratik. Fars, s'ka fare demokracia aty, fars është ajo. Është përcaktuar në krye të policisë shtetit nuk ka nevojë të bëhet konkurs, duhet që të vendosen njerëz që janë me integritet dhe njerëz që janë profesionistë për punë dhe që janë të ndershëm dhe që nuk varen nga politika. Sa kohë që ke Gledis Nano në krye të policisë shtetit, policia e shtetit zbuloi shumë krime dhe shumë kriminal. E shkarkuan Gledis Nano se nuk u pëlqente, se goditi në shenjë, edhe tani vinë vërdallë këto që të vënë e njëjta gjë është. Aktualisht Sokol Bizga në krye të policisë shtetit. Zotëri Sokol Bizga ka qenë, është dhe do mbetet një polic i ndershëm në funksion të Shqipërisë dhe të atëdheut shqiptar dhe të popullit shqiptar. Por Sokol Bizga tani është gati për pension dhe një vit e gjysmë sa ka dhe këta duan me çdo kusht ta zvendësojnë. Duhet, për mua, duhet të vazhdoj të rri në krye të policisë shtetit, Sokol Bizga të punoj si që zbuloj 500 ca vetë që pagueshin kot, të vazhdoj të zbuloj dhe të qojnë para ekurave të gjithë këta hajdut. Avokat, për sfidat e policisë shtetit e kam të fundit, ndoshta se
drejtorë përpara këtij që iku, erdhën me një ultimatum, me një afat që duam një përgjigje për Elvis Martinaj. Ju e mbani mend? Po patjetër. Deri tani s'është ka një përgjigje për atë. A është veç dukur apo jo? Edhe e dyta, është rasti që u risol edhe para pak javësh në vëmendje të opinionit publik, rasti Bleon Amatës që është ende pa përgjigje. Pra këto dy raste që ndoshta nga këtu mund të vendoset një rikthim i besimit. Dy raste të cilat që të dy rastet i di policia e shtetit i ka plotësisht qartë. E din fare çfarë ka ndodhur, ndash me Bleon Amatën, ndash me Elvis Martinin. Nuk do t'i thonë kur dhe kur, sepse Elvis Martini ishte konkurrent i vllait të këtij sharlatanit që punon në qeverisë. Pra nuk do dalë vërteta. Po për rastin e Bleonës, keni diçka sepse e keni djegur deklarimin e nënës këto kohë që është rikthyer, ju bën diçka përshtypje tek deklarimi i saj? Kush është rikthyer? E Jema? Rikthyer në vëmendje, po e rikthej Jema deri para një jave që ishte në gjitha mediat. E Jema e di. E Jema e di. E di mirë Jema, e di. Edhe jati e di. E din ata. Po çfarë kërkojnë atëherë? Ata e din. E din ata. Unë di që e din, të vërtetën e din. S'ka mundësi të mos e din të vërtetën. S'ka mundësi të mos e din me kush e qyroi vajza, kush kishte interesat të duke vajza, kush u godit në përmjet vajzës e tjera. Zotëri, po të bësh hetim të plot, e di me njëherë gjën, brenda një muaji. Po ato kanë interesat, nuk e di. Nuk e di se ç'po ndodh aty. Pra, edhe ju keni dyshime tek deklaratat e nënës. Thash që e di mirë Jema se ç'ka ndodhur, këtë thash. Pra, atëherë kur e di Jema ç'faj ka policia, se dalim tek policia që për ta zbardhur. Thash e din të dy palët. E din, pa atëherë i bie që të dy palët e din, vetëm publiku nuk e di. Po përse të tjerat atëherë si histori? Se e din ata kush ka interes dhe si e qysh. Nuk e di atë çështje, nuk jam marrë me të. Po historia i bie që do të vazhdojë, edhe me drejtorin e ri që do të vinë, to çështje do t'i marr, do t'i trashëgoj. Për këto dy raste që po. Për dy raste. Por nuk dëgjoj, është çështje që për mua ato janë çështje të mbyllura që të dyja. Derisa janë në kasaportat e policisë shtetit, është ka mbaruar ajo punë. Avokat, falenderoj shumë për gjitha çështjet që trajtuam nga Irani, që pritet të miratohet nesër, rezoluta pra që do ta shpall shtet sponsorizues të terrorizmit, edhe deri tek sfidat e policisë shtetit që duket se do të vazhdojnë. Edhe ne do jemi këtu dhe do flasim edhe për drejtorin e ri, edhe për atë që do bëj. Të falenderoj shumë. Po e theksoj dhe njerë dhe po i vë kapaku kësaj pune. Nesër ky grup i strukturuar kriminal që është në kuvendin e Shqipërisë do të vërë përpara një letër higjienike shqiptarëve. Kalofshi mirë. Mirupafshim avokat, faleminderit ju.